tjetër. Selamu alejkum Mustafis, Allahu është shpërblet me të mira për mundin dhe kontributin tuaj. Hoxh, a lejo ta falim vitrin para se të flam dhe pastaj të falim namaz natë, me frikën se nuk na del xhubi dhe na ik vitri. Dhe nëse na ik vitri nuk e falim në kohën e vet, a duhet të falet pastaj për shembull në kohën e sabahut, si është më mirë të veprojmë? Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namazi i vitrit është namaz sunet. Është sunet i fortë. Dhe në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar që namazi i fundit natën të jetë namazi i vitrit, por nuk është e domosdoshme. Është e pëlqyeshme, më e mirë, më e këshilluar është namazi i vitrit me qenë namazi i fundit. Namazi i vitrit mos me falë më përgjithërisht deri në sunet e sabahut. Por a lejohet me falë vitrin me ofert, ka në dërgjumë me falë namaz natë po. E të namazin natë sa me falë vetë vitrin, jo. Nëse vitrin nuk lejohet me falë 2 herë. 2 herë për një natë nuk bën me falë vitrin. Vetëm 1 herë. Nëse u falë 1 herë vitrin, përfundoi çështja. Qohet me gjumin të më falë, me qohet me të falë. Edhe çish e përfundoi me 2. Se ky vitrin e ka kryer. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar më koni i fundit vitrit, po dhe është mirë më koni i fundit vitrit, por nuk është domosdoshmëri, nuk është obligative, nëse vetë namazi i vitrit nuk është obligativ, por është sunet. Është sunet i nivelit 9, saqë transmetimin e Aishës radhiyallahu anha, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur në jetën e vet nuk e kalon pa fal namazin e vitrit, as nuk e kalon pa fal sunetin e sabahut. Kur që ka qenë në punë, kur që ka qenë në shtëpi. Por çdo ja ka dhënë rëndësinë e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa që thonë tek mëdhëbi hanefive që është vajib, ata kanë një farë problemi me temën dallimin mes vajibit dhe farzit. E sakta te suneti është se namazi i vitrit është sunet. Është mirë më koni fundit, por nëse nuk është i fundit nuk ka problem. E ke farë vitrin flet, quhet shkurdo e fal. Allahu a'lam.